Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë. Politika nuk ka pse të jetë e egër, por duhet të mbjellë ide që nëse aplikohen në sistem të prodhojnë mirëqenie. Politikani nuk është një njeri që vetëm krijon kaos në parlament, por ai që mbjell paqen dhe qetësinë në komunitet. Një antar i zgjedhur i parlamentit nuk është dikush që di të vishet me kostum firmato, por ai që di të prezantojë më së miri komunitetin që me votë e çojnë në atë institucion. Por sot, sa herë shikon seancat plenare, të vjen të plasësh për lojën e fjalëve që përdoret, mungesën e debatit konstruktiv dhe produktin final, mirëqenien e popullit, uljen e procedurave burokratike, drejtësinë dhe barazinë në të gjithë qytetarët e këtij vendi. Megjithatë, kohët e fundit duket se disa të rinj me integritet din të jenë kaq ndryshe nga sa kemi parë në atë sallë dhe kaq të njëjtë nga sa i kemi njohur në rrugë. Ka të rinj që din të ligjerojnë për te teatrit të përditshëm politik dhe të jenë kaq real. Një të tillë sot e kam në studio, teksa Erald Kapri është me mua. Faleminderit Erald që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Duhet domosdoshmërisht ta nisja kështu. Duhet ta bëja këtë krahasim të asaj që unë personalisht shoh në foltoret e kuvendit, në figurat që dalin tek ajo dhe në atë e cejaken e kostumeve me ngjyra e pa ngjyra, nuk të mbetet në mendje një fjalë, një parull, një problem që ti në kaq pak kohë ke arritur ta çosh aty dhe mbrapsht ke marrë mbështetjen e kaq shumë njerëzve. Prandaj më lejo në emrin tim së pari të them faleminderit që përfaqëson njerëzit që besuan tek ti. Faleminderit shumë. E vlerësoj së tepër. Ne të dy jemi njohur shumë herët. Bëhet fjalë, në mos gabohem, këtu e në 2003 apo jo. Ti shkruaja aso kohë në një gazetë të përditshme. Unë lexoja shkrimet e tua dhe shihja tek ai djali i vogël një njeri të madh. Sot ky njeriu i madh betet ende i vogël, por idetë e tij janë ato që shkojnë shumë më gjerë nga sa ishte fillimi. Natyrshëm pyes Erald, kanë kaluar kaq vite, ke kaluar kaq shumë shkallë për të arritur deri këtu, dhe sot dua të di, a i ke bërë ndonjëherë krahasimin sa ndryshe është të gjykoje politikën nga tryeza e një gazete ku punoje dhe ta shohësh sot në ulsen e parlamentit ku ligjeron? Është ndryshe, nuk mund ta mohoj këtë gjë, megjithse me punën e gazetarit prej vitesh e ndiqja nga afër, shkoja në parlament, kisha komunikime shumë deputet, politikan, e kuptoja lojën politike, por sigurisht që ajo sallë ka një peshë tjetër, duke menduar që ke një vot përfaqësuese dhe ti duhet të plotësosh pritshmëritë, duhet të shkosh edhe përtej vetvetes. Por mendoj që do të ti je dëshmitar për këtë gjë, dhe diku, që pavarësisht peshës së kostumit përfaqësues, jam menduar të qëndroj vetvetja, të qëndroj bindjeve të mia, ato që kam, të besoj që ka një Shqipëri tjetër, që kërkon një ndryshim real, që pavarësisht presionit që mund të kesh e mund të ndjesh, sërish të vazhdosh në rrugën tënde. Pra, të besosh e të mos e qesh dorën nga besimi, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Për mua ka funksionuar gjithmonë dhe më vjen mirë që edhe njerëz si ju, që më kanë njohur dhe përpara një vit kam që jam deputet, ma thonë një gjë, më thonë që vazhdon të mbetesh i njëjtit besimeve siç ke qenë më përpara, të njëjta gjë që i thoya në tavolinë, thua edhe në parlament. Dhe kjo më jep kënaqësi, më thënë, më jep shumë kënaqësi. E di çfarë vëreja unë nga ana tjetër, sepse ndoshta ata që nuk kanë mundësinë të jenë me ty çdo ditë, nuk e dallojnë këtë gjë. Por unë kur shoh Eraldin me një palë kpucë që janë të përdorura, automatikisht shoh një njeri që ka bërë shumë rrugë. Pra, nuk shoh një djalë të ri që shkoi në parlament, ka mundësinë të ndërrojë kostumet, ka mundësi të ketë një makinë, pse jo, të re, sikurse të gjithë kolegët e tij, por shoh një njeri që vazhdon edhe ecën.
ecën çdo ditë në Tiranë, ecën çdo ditë aty ku është problemi, dhe problemit i referohem këtu edhe pikave strategjike të debateve prej nga ku ngrihesh edhe politikisht, sikurse ishte Rjolli apo edhe Zvërneci, dhe e shoh çdo ditë që bën ecejake në bulevard. Por në bulevard, ndryshe nga sa komentohet tek ndonjë keqdashës në rrjetet sociale, Eraldi nuk ka me vete një grupim fotografësh, njerëzish të rinj që i shkojnë nga mbrapa që të duket sikur është i mbështetur, por shkon aty dhe gjen mbështetës. Realisht të them, më pëlqen kjo gjë që nuk i ke humbur vlerat e tua. Por me çfarë kostoje? Kosto është e madhe, ti e kupton dhe vetë, je pjesë e medias, e cila për shkak të raportimit, lidhjeve, kontakteve, kupton si atë që del në ekran, po si ajo që nuk është në ekran. Pra kuptojmë se çfarë përmban bota e nëndheshme e vendit tonë me atë paksa del që është si maja e icebergut. Po mund ta vëresh vetëm javën e fundit. Javën e fundit jam kërcënuar në mënyrë të drejtë për drejtë nga bashkëshorti dhe një zyrtar lokal i rëndësishëm socialist të Durrës, bashkëshorti i drejtoreshës që vodhi 3 milionë euro para të pensionistëve në post. Dhe unë e kam denoncuar, kam thënë që shiko zonja për 6 muaj drejtoresh vodhi para të pensionistëve, të cilët shkojnë atje dhe nuk u japin pensionin, imagjino. Dhe ai më ka çuar mesazh që po vazhdo të folje për këtë, të bëj këtë, të bëj atë, apo përmes mediave anonime që financohen drejt për drejt nga pushteti, nga paraja e pisët e korrupsionit dhe e krimit organizuar, që më shantazhojnë. Dhe pse ndodh kjo? Për një arsye shumë të vetme, që unë të mbyll gojen. Që Agronsheja të mbyll gojen, na shantazhojnë. Nuk ishim mësuar tha me njerëz që janë vërtet të lirë, që mund të thonë mendimin e tyre. Ishim mësuar me njerëz që mund t'i blinin, ti shantazhonin e të mbyllnin gojen, se ne kemi parë çfarë ka ndodhur te 5 vite. Nuk e besojnë ende që ka një njeri që nuk e shantazhojnë dot. Që i shkojnë dhe i përmendin familjar, e gjithçka, ma kanë bërë në parlament. Ma ka bërë tavlan balla. Ka krijuar një insinuat pa lidhje për të më shantazhuar. Dhe i kam dalë po aty në parlament, kam thënë nuk do ja dalësh dot, më ke këtu përballë. Ashtu si besoj unë, do t'i them gjërat sërish. Dhe kjo është kostoja, sigurisht që mund ta marrësh me mend, por e kam bërë të llogaritë me veten, e dija që do vinte kjo gjë, pra kjo lloj përplasje. Por jam i qetë me veten time. Në kuptimin përveç shantazheve, tyre kërcënimeve, që kur ja thash një ish kandidati për deputet të Partisë Socialiste, a do doni të ishit sot në rolin e drejtoreshës së zyrës së postës në Durrës, që shantazhon Erald Kaprin, më tha nuk besoj se duhet më krahasosh mua me një person të tillë. Pra, as ndër ata që mund ta mbrojnë deri diku nuk është e pranueshme ky version. Në Shqipërinë tonë shantazhe, kërcënime, deri ku edhe marrje jete tek tuk kanë qenë të pranishme në gazeta, në televizionet, ku mund të thuhet e vërteta, dhe ne kemi normalizuar këtë gjë. Por ai normalizon dot sot në ulsen e kuvendit, kur ke përpara ligje që janë në kurrizë të qytetarëve, në kurrizë të një komuniteti, nuk ka pse të jenë të gjithëve, që të shesë shpirtin në këmbim të mirëqenies? Tani, në këto 9 muaj parlament, besoj që ne kemi treguar këtë anën tjetër, që ti mund të rezistosh edhe si një ishullët. Dhe aty ku ke pa mundur të ndryshosh gjërat, minimale që mund të bësh është të ngresh zërin, dhe ne këtë kemi bërë. Është shumë e rëndësishme në shoqëri si jona të ngresh zërin, sepse u jep kurajo njerëzve. Njerëzit e kuptojnë që si deputet në opozitë nuk e gjëra në dorë, por aman ata kuptojnë një gjë tjetër, që ti mund të ngresh zërin, mund të flasësh për ta, për gjëra që ata nuk i thonë dot në publik, se mund të kenë frikë, kanë arsye. Por ti si deputet që ke një imunitet, që ke një kamër përballë, mund të thuash. Ne kemi thënë këto gjëra. Përmendë rastin e Rjollit. Kemi qenë të vetmi që kemi shkuar atje, prej muajsh. Me kërcënime, me shantazhe, me gjithçka tjetër, edhe publike. Ai tipi që ka qenë ish drejtor hipoteke, që ka vjedh tokën atje, më ka shkruar direkt në Facebook, më koment. Kërcënim.
publikisht. Unë në Facebookun tim, në koment. Pra, kur gjendesh përballë kësaj, sigurisht që bën dhe pyeten që a ja vlen, por ne kemi besuar që po, dhe koha na ka dhënë të drejtë. Po pse kemi bërë të gjë? Edhe për një arsye tjetër, sepse kemi besuar që ka një Shqipëri tjetër. Ta hajt drejt që i morën 50.000 vota, nuk janë pak. 50.000 njerëz ta kanë besuar. Do t'ja kthesh këtë besim mbrapsht aty. Patjetër. Do t'ja kthesh. Sidomos kemi marrë në Tiranë 24.000 vota. Në zonën më të iluminuar, pra më të lirë të Shqipërisë. Na ka votuar shtresa e mesme, njerëzit që kanë dalë vetë që duan vërtet një ndryshim. Ne nuk mund ta thyem të besim. Kemi qëndruar fort. Më sa kemi mundur. Dhe jemi përballë me një shantazh. Unë jam përjashtuar nga parlamenti. Patjetër. Agroni është përjashtuar për 150 ditë, sepse kemi pasur guximin të vëmë përballë Edi Ramës atje. Nuk vjen kryeministri në parlament, nuk bën detyrën kushtetuese. Kemi vajtur te përballë, kemi ndesur telefonin dhe kemi thënë do japësh dorëheqjen apo jo. Pse s'e jep dorëheqjen? Pse s'përballesh me protestën? Dhe vetëm për kaq na kanë shantazhuar, na kanë bërë gjithçka tjetër. Madje kemi marrë vesh që kanë caktuar në Partinë Socialiste koordinator të fshet për të përballur me ne, me rritjen tonë elektorale. Nuk po bën çdo presion të mundshëm për të ndalur këtë besueshmëri që kemi marrë te njerëzit. Ciklopit të patronazhimit. Po patjetër, pa llogaritur pastaj tek të afërm e familjarë që ndjen ata presionin, se nuk është thjesht familja e vogël, por shkon edhe për te. Por ne po vazhdojmë dhe në një farë mënyre kur shoh të rritje besimi, kur shohim atë protestë jashtëzakonshme për gati 90 ditësh tani nuk mund të rish negligent. Po ja që ka nga ata që rrin, por do dal pak më vonë tek ata që rrin. Përveç shantazhit, a kanë tentuar t'ju blejnë? Në forma ndryshme patjetër. Patjetër, sepse ka diçka tjetër që momentin që një nisin akuzat, shantazhet, pastaj ata mendojnë që në momentin që ky do heshti, gjejmë edhe forma të tjera. E qartë. Por kuptohet që shantazhi dhe presioni janë ato format e fundit dhe do vazhdojnë më tej, për të jemi të bindur, sepse dhe ne kemi informacion se çfarë po përgatisin e si duan ta kanalizojnë, ashtu siç edhe ne po përgatisim tonat, sepse ne nuk po e lëm në heshtë këtë gjë. Nuk është se u kërcënuam dhe heshtëm. Ne kemi çuar shumë larg ato kërcënime. Po, por keni marrë edhe përjashtime 60 ditore që nuk janë pak. Po patjetër, që në thelb shumë kohë dhe një mbyllje goje për aq kohë, në kupton ecjen përpara. Por nuk do ja dalin dot. Thjesht do na ndryshojnë ne strategjinë se si do veprojmë më tej. Parlamenti është një instrument shumë i rëndësishëm, është një platformë shumë e rëndësishme që e kemi përdorur maksimalisht, por do përdorim edhe gjithçka tjetër. E qartë. Domethënë, ka diçka. Nuk do ja dalin dot me censurën. Nuk do ja dalin dot. Se dakord, na mbyllin mediat, na mbyllin parlamentin, na shantazhojnë, na kërcënojnë, por rrjetet sociale dhe njerëzit nuk i mbyllin dot. Miliona shikime, mira ndjekës nuk i ndalin dot. Edhe ai komunikim që kemi me mira njerëz çdo ditë në inboxet e tyre nuk e ndalin dot. Edhe kjo na e fuqi dhe ne, sigurisht, na jep zemër që të vazhdojmë përpara. E qartë. Ral, përmende pak rjollin dhe në media kryesisht sociale u fol aso kohë për një formë publiciteti që zgjodhi mundësia për të bërë mbështetës. Po. Unë pyes sot, pse shkuat në rjoll? Të gjithë të tjerët nuk shkuan. Po. Edhe partia më e madhe opozitare u tërhoq me pretekstin që ja kemi dhënë mundësinë kur ishim në pushtet banorëve të asaj zone të bënin dokumentacionin e tokave të tyre, zgjodhen të mos e bënin, të mbanin në kontroll ato që kishin dhe u tërhoqën duke e parë këtë si problem të banorëve, më shumë se sa atë që ju pastaj e bët kaos. Po mirë, a ka kuptim të thuash që ne u dham të drejtën, nuk ja dalun dot, dhe ata humbën të drejtën. E drejta e pronësisë nuk humbet sepse institucionet nuk punuan. Ju e pasë çfarë ka ndodhur atje që një ish zyrtar, drejtori hipoteke, ka marrë 150 hektar vet, pas të rreshgimtar ky vet tek pull. Tani ne kemi dalë aty komplet parimor. Po, sepse ju nuk jeni votues në rjoll, besoj.
Po kemi zbuluam që kishim marrë 2 vota në Rjoll. Po për 2 vota nuk besoj se duhet të shkoni të angazhohesh të aq ditë. Duhet të jesh me parimin se unë nuk kam qenë vetëm në Rjoll për shembull, apo agroni ka qenë në Theth për shembull. Përpara. Po. Disa herë. Unë kam qenë në Fushkruj, që kam ndihmuar një djalë që të merrte motorin elektrik, se kishte bllokuar policia pa të drejtë. Po, ka qenë një ndër. Kam qenë në spital, kam qenë në zruat e hipotekës, kam qenë kudo ku kam parë që janë shkelur liritë e drejtat e njerëzve. Rjolli është një shkelje e lirive të drejtave të njerëzve. Dëgjoj, çfarë është atë Erion? Është familja dhe prona. Se kjo është shtëpia jote. Po kur të synojnë të shtëpinë, pronën, familjen e dim çfarë gjendje e kemi. Ç'a të ka mbetur ty nga ky atë? Është si ftesë për të larguar, për të ikur. Si mund t'ja marrësh ti pronën një komuniteti shekullor atje, që dihet që janë për qindra vitesh që jetojnë aty. Edhe fakti që ndoshta nuk i kanë pasur letrat në rregull është për fat të shtetit që si ka pajisur me hipotekë. Tanë çfarë mund të thuash ti atyre që gjyshet e tyre kanë vdekur, kanë varrat e tyre në luftë në Malin e Zi, kanë mbrojtur Shkodrën, kanë mbrojtur Shqipërinë, edhe ti 100 vite më vonë u thua ti nuk je shqiptar këtu. Do ta marrim ne tokën ty dhe do vendosim ne s'ka rëndësi bashkimi ose kushte tjetër se është çështje emri ajo. Mund të zgjidhin edhe Ulen, atë tjetrin Manen, mund të zgjidhin Kastratin këtë duan. Por nuk mund të sillesh me njerëzit kështu. Ç'a kuptimi ka kjo? Mirë që nuk i pyet për zhvillimin, se edhe duhet i pyesësh. Patjetër. Por si ta zhvillojmë për të mirën e komunitetit, prandaj bëhen dëgjesë. Po merrte pronën. Ç'a do të marrë tjetër? Ky është atë dheu jote, është prona jote. Ti pos pa të garanci për pronën tënde. Është kthyer prona në këtë vend mallkim. Unë flas shpesh për këtë gjë. Është kthyer mallkim. Kushdo që ka pas pronë nga gjyshrit etj, në vend që të gëzohesh se i kanë lënë një pasuri, ta kishte jetën më të lehtë, është kthyer në mallkim. Kanë me dekada në gjykata, nuk e marrin dot. Edhe shikojmë pas sekret papritur diku mbi një pallat, dikujt i merret atje, nuk shkon kjo. Ndaj kemi dalë, kemi mbështetur. Pavarësisht se nuk kanë qenë votuesit tan, nuk kishim ndonjë pretendim, kemi dalë, kemi mbështetur në parim. Sepse e dim që si Rjolli është gjithë Shqipëria, se nuk është se është gjithë Shqipëria, po pse në jukat në poshtë, çfarë është bërë? E keni parë, është mbushur jugu me vila, me fshatra turistik. Shko në fshatrat e jugut. Ato në fshatra krenar, ka një histori të tyre të jashtëzakonshme. Ja njësoj po të varfër. Qeveria vetë u angazhua që disa prej tyre ti risillte në vëmendje duke u investuar në lek së pari. Pa ata i ke prapë të varfër ti. Dhe ata kryesisht nuk jetojnë aty. Nuk është zhvillim ky pra. Ky nuk është zhvillim. Edhe për këtë gjë kemi folur dhe besoj që Rjolli, se Zvërneci ishte kupa që u derdh, por Rjolli për 100 ditë është gati rezistencë, u dha një mesazh që duhet të ndryshojnë gjërat. E qartë. Erald, mundësia duket si një përikje nga Partia Demokratike. Si ju, si zoti Shehaj, keni qenë pjesë përbërëse e Partisë Demokratike, keni dhënë kontributin tuaj. Po. Dhe sot unë nuk habitem që ju të keni kundërshtan mazhorancën, sepse ju atë po e sulmoni fort. Por nuk gjej përgjigje kur Partia Demokratike gjithashtu ju sulmon. Ju e keni një përgjigje? Po sigurisht që kemi një përgjigje. Është thjesht që nuk e pranojnë dot faktin që ka një parti tjetër, ka një alternativë tjetër që mund të bëjë opozitë. E mund të bëjë opozitë vërtet. Automatikisht pyes, mos ndoshta nuk duan më të bëhet opozitë. Apo e kanë ekskluziv atë rol. Më e bukur është që ata përdorin atë tezën opozita e opozitës. Në fakt njerëzit e mendojnë më mirë se kush e bën opozitën e opozitës. Dhe protesta e madhe kombëtare në shesh e ekspozoi këtë gjë shumë qartë. Ekspozoi. Tani dëgjoj. Ka një problem të madh në Partinë Demokratike, duhet ta pohojmë këtë gjë. Cila është? Po është mandatin e 4 të opozitës. Dhe PD-ja është një parti pushteti. Që ose vjen në pushtet, ose përballesh në pasojën drejt shkrirjes pasaj. Derisa ke 4 mandate në opozitë, me ditën lidhje, me ditën qasje, s'ta kanë fajin njerëz, ta kanë fajin vetë. Ne kemi pritur që ndryshonte Partia Demokratike. Nuk ndryshoi dhe vazhdojmë rrugën tonë. Çfarë ndodhi që nga momenti i largimit, unë mbaj mend atë deklaratë të zotit Berisha, i cili tha që diskutuam me zotin Shehaj, dhe ai ka dëshirë të angazhohet në diçka tjetër personale. Dhe u ndam paqësisht duke uruar njëri tjetrit që çdo gjë të ecte përpara. Jemi në kohën e rithemelimit. Ama
nuk vonoi shumë dhe 2 muaj më pas, zoti Shehaj u akuzua po nga Berisha që kishte vjedhur databazën e antarësisë së Partisë Demokratike dhe madje po tentonte që t'i bënte ata për vete. Kë doni të bënit për vete më shumë? Kjo histori e bukur. Tani dëgjoj. Pas rithemelimit, u fol shumë për një mundësi për një ndryshim të Partisë Demokratike. Dhe me zgjedhjet lokale të 2023 u pa që kjo nuk ishte e mundur. Nuk ishte e mundur. Kështu që Agron Shehaj mori një vendim civil edhe të pjekur. Dgjoj, unë mendoj që gjërat nuk bëhen kështu, nuk po e ndryshoi dot nga brenda, se edhe garova për kryetar partie. E pranua edhe vetë që më vodhët votat, se e thanë vetë ata që ja vodhën përballë Bashës, po dalë të bëj projektin tim politik. Ashtu siç e mendoj unë. Tani më thuaj një moment kur ne jemi marrë me PD-n. Kur jemi sulmuar PD-n. Jo, prandaj pyes veten. Dhe prandaj ju pyes ju. Si e keni ndier ju këtë sulm? Po pikërisht, sepse e kuptojmë që ata e kanë humbur rrugën, e kanë humbur misionin dhe duan të mbajnë atë pak gjë që kanë. Opozita. Nuk duan ta humbin atë. Opozita në kupton vetëm ulset në parlament? Ato janë thelbësore, sepse aty është pesha politike. Por tani pyetja ime është edhe për gjithë demokratët është ç'a kuptimi ka që ti të vazhdosh të jesh opozit formale, kur vit pas vitit ti thjesht ul numrin e deputetëve dhe ulet pesha jote politike. Unë thash, PD-ja ka ekzistuar si forcë ndryshimi, që ose vjen në pushtet të ndryshon, dhe nëse s'vjen, do të shkresh, të ndryshosh. A di çfarë thon disa prej demokratëve, se ju besoj e dini që un kam kontakte si demokrat ashtu edhe socialist. Jo, më fal që po ndërhyj. Patjetër. Për parantezë, përmend databazën. E kemi sqaruar, po do ta them edhe një herë. Përsëritja është më e dijes. PD-ja nuk ka pas kur për databazë antarësh. Po kur? Po çfarë ishin 75.000 antarët e zotit Basha? Po e them unë. Ka pas thjesht lista hiqe ver të rrëmujshme, edhe fal punës së zotit Shehaj në PD, PD-ja pati për të parë një databazë, disi të rregullt. Edhe kur Berisha nisi rithemelimin, dhe s'kishte as të dhënë, e kupton? Ka marrë pikërisht të databazë. Pra, ja kërkoi zotit Shehaj besoj. Po pikërisht. Pra Berisha pas ka vjedhur databazën e zotit Basha. Pra, ata nuk e kishin diçka që vetë zoti Shehaj ishte investuar brenda që PD-ja ta kishte. Edhe kur Berisha nisi betejën, i takonte ta kishte. I takonte sepse fundit ti do të kontaktosh antarët e Partisë Demokratike dhe e mori ta kishte. Tani për çfarë na akuzonte ai për diçka që e kishte bërë vetë i parë. Po ja kishte mundsuar ne aty. Prandaj po them, dhe njerëzit sigurisht që nuk i besonin këtu, por gjithsesi kaloi. Demokratët dhe persona me pesh, më lejoni mos ta them emrin, emrat. Okej. Saktësisht. Janë ata që më kanë thënë se Agron Shehaj dhe Partia Mundësia është thjesht një instrument i Edi Ramës për të dobësuar Sali Berishën, meqense me ardhjen e tij në krye të Partisë Demokratike, fitoria dukej më reale. Tani unë them të kundërtën. Unë po them që Sali Berisha është instrumenti i Edi Ramës për të qëndruar gjithmonë në pushtet. Tani hajde peshojmë faktet. Çfarë po ndodh? Kemi ne përgjegjësi me 2 mandate apo ka përgjegjësi PD-ja me 50 mandate që nuk po bën dot një rotacion? E mbështesin tek fakti se ju merrni kryesisht vota të djathta. Po fal, po vota nuk është monopol. Vota është besimi. Kur ti ke humbur besimin e njerëzve, ti a ke në një mea culpa apo jo? Ka në një mea culpa këta që i kanë lënë për 4 mandatesh demokratët rrugëve? Me sa duket e kanë bërë për sa kohë që garojnë të vetëm për kreun. Mirë, le të vazhdojmë. Por që ti biesh muri gjithmonë me kokë, një të vend, nuk do të thotë që ke të drejtë. Politika është çështje besimi. Nëse ti e humbet besimin, mos kërko përgjegjësi diku tjetër. Se çfarë presin ata që këta vetëm të gabojnë? Të lëmë të Ramën në pushtet, të mos ndryshojnë vetë, që të fitojnë besimin e njerëzve që të rrezojnë Edi Ramën, edhe ja vetëm fajin tjerëve. Kjo është tipike mundësi që ka ardhur nga koha e diktaturës. Është e njëjta gjë. Megjithatë, po prapë ne po rrim larg, nuk është se na bën përshtypje, e kemi pritur. E kuptoj. Por thjesht do doja qëndrimin tuaj në lidhje me këtë. Përveç politikës, edhe në studio televizive analistët, qoftë njërës palë, qoftë palës tjetër, po tentojnë gjithmonë më shumë të mbajnë larg partitë e vogla, partitë e reja, versionin e ri. Po. Duke listuar një sër arsyesh pse. Mungesën e ekspertëve,
mungesën e logjistikës, mungesën e kredibilitetit e shumë çka. Në të vërtet, cili është misioni juaj? Deri ku tentoni të arrini? Sepse jeni përballë dy ujqërve të mëdhenj apo jo? E kemi thënë publikisht, kemi ambicie. Duke sigur kemi hyrë detit me këmbë, por koha po na jep të drejtë. Kemi më pak se 2 vite që jemi themeluar si parti politike dhe mendojmë që me kaq perë sa kemi, po lëm shenjë. Dhe të ëndërrosh nuk është e gabuar dhe e pamundur. Dhe nëse pyetja jote është që ku doni të shkoni, po them të gjë. Ne do shkojmë drejt kandidaturës agronshet për kryeministër të vendit. Kaq e thjeshtë është. Nuk kemi ne për pazare politike. E kemi parë çfarë kanë bërë të 35 vite. Nuk po funksionon, nuk do funksionoj. Kemi marrë një rrugtim tjetër. Po ndërtojmë alternativë tjetër, çështje tjetër, model tjetër dhe po shikojmë që po jep rezultat. Sigurisht do kohën e vet, ëh. Patjetër. Do kohën e vet. Por historia politike tregon për të kundërtën. Domethënë nuk ka gjë të pamundur në politikë. Politika është arti i sëmundshmës. Është vetëm një fushë ku nuk mund të thuash kurrë. Albin Kurtit ju deshën 12-13 vite në Kosovë. Nuk e di, Peter Maxharit në Hungari u deshën rreth 3 vite. Ne nuk e dim sa mund të dojë koha jon. Ky i dyti përdori informacionet e marrë nga gruaja që punonte në pushtet dhe kishte më të shpejt rrugën drejt suksesit. Erald, nëse me të mëdhenjt do jeni gjithnjë opozit. Me të vegjëlit ka ndonjë mundësi orientimi drejt bashkëpunimit? Dëgjoni. Apo shihni edhe aty diçka që nuk funksionon? Dëgjoni, se kemi një qasje të ndryshme, shohim shpesh të idenë e bashkëpunimit të tjerë. Tani me zgjedhjet e fundit, pam që qasja jonë rezultoi e drejtë. Patjetër. Po njësoj dhe Shqipëria bëhet. Disi më pak edhe lëvizja bashk. Po dakord, por të treja në parlament. Tani, nëse do unifikoheshim rreth tezë dhe idesë me lista jo të hapura të mbyllura, sot vërtet mund ishin 10 deputet partive të reja në parlament. Po do ishin teza dhe halla të gjitha. E vërtet, edhe kjo. E do ishte skandal, do ishte tmeshme. Pra nuk ka të bëjë thjesht numri, po ka të bëjë me qasjen. Tani realisht trejemi nga partitë e reja në parlament. Unë, zoti Shehaj dhe zoti Redi Muçi. Zonjën Ana nuk po e quaj sepse nuk është deputete fatkesisht. Nuk e kemi parë askush për po nuk është, e pranon dhe vetë është zgjedhja e tyre. Tani besoj që të 3 deputet e rinjët nga forcat e reja kanë bërë diferencë. Se e vlerësoj edhe punën e zotit. Patjetër, e kisha mbrëm në program. Prandaj qasja jon nuk është një qasje bashkëpunimi vetëm me firme, dokumenta siç e shikojmë këtu. Në politik, së mos në opozitë, të bashkojnë kauzat. Apo ja? Kauzat ose të bashkojnë ose të ndajnë. Këtu duan të bëjmë pisë të gjithë. Futuni nga troni. Ç'është kjo qasje kështu? Ne mendojmë ndryshe. Tani, a është protesta një kauzë që bashkon? Patjetër. Po unë shikoj antarët e lëvizjes bashkë. Për ditë aty, ashtu që jemi dhe ne për ditë aty. Jemi të gjithë bashkë në shesh. Jemi bashkë pra në të qasje. Nuk kemi nënshkruar për koalicion, se s'ka nevojë. Kauzat të bashkojnë. Të bën bashkë. Sigurisht na ndajnë qasjet qoftë ideologjike, qoftë programore, qoftë vizioni jon për bërjen e gjërave. Sigurisht ne jemi dakord me mënyrën se si propozon Alin Çorri zhvillimin e Shqipërisë. Ne kemi qasje tjetër. Por kur bën opozit, që ke kauzat përbashkëta, unifikohesh edhe mund ta bashkosh qëndrimin, nuk ka asnjë gjë të keqe. Po, përballë paketës së maleve apo propozimeve të tjera mund të mbani të njëjtin qëndrim. Domethënë edhe unifikojmë qëndrimet tona, ndoshta dhe aktivitetin parlamentar për të arritur një qëllim që i shërben vendit dhe shoqërisë. Por nuk kemi për të bërë koalicione harakiri. Nuk shkon koalicioni jonë me Qonin. Ashtu që nuk shkon edhe me zotin Llapa. I mendojmë ndryshe gjërat. Pastaj e rëndësishme është fitonja besimin e njerëzve. Ç'është kjo? Pas ke marrë një deputetet mendosh tani që të bësh pazare politike, nuk shkon kjo. Duhet vazhdosh rrugtimin tënd. E mora si referencë, por zoti Kurti si e pati suksesin në Kosovë. Do të bërë pazare politike, apo duke qëndruar, unë jam sigurisht besoj në të vështirësitë e veta sot, sepse pas 4 palë zgjedhjeve të fituara ende nuk mund të krijojë dot asgjë. Jo, po them sa kohë ishte në opozit, nuk po llogaris pjesën e pushtetit se është çështje tjetër. Por po them që konsistenca e tij ishte pjesa kryesore e fitimit të besimit të njerëzve, nuk bëri pazare politike. Qëndroi, rezistoi.
Është shumë e rëndësishme kjo. Pra, pa bindur njerëzit, të flasësh për koalicione, të flasësh për pazare politike, mendoj që këto janë pjesë e gjithsej narrativës 35 vjeçare që kemi parë ne. E qartë. Kjo narrativ vazhdon. Po. Por ju e përmendni shpesh herë protestën. Dhe unë e pohoj. Ju jeni partia që keni marrë më tepër mbështetje nga protesta në bulevard. A jeni ju ndër organizatorët e saj? Ja ç'kuptim organizator. A keni ju vendimarrje tek mikrofoni, tek marshimi, tek pjesa nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, sepse kështu u bë tani me akse është bërë edhe protesta më ndarje. Ka me dhjetra, me qindra mbështetës tanë në protest, po askush nuk është vendimarrës. Unë mendoj që ju vetë keni intervistuar shumë për atyre që janë në aktivistëve më të zëshëm, më gjë njërin për tyre që thotë që na ish imponuar partia mundësia me një gjë apo me një gjë tjetër. Zero. Nëse ditë e para që ishte masive dhe flisin me dhjetra njerëz, ka pas dhe mbështetësit tanë, mbështetës, antar partie që kanë folur, tani jo, nuk ka nevojë. Ne shikojmë përtej atij mikrofoni apo mënyrës organizimit aty, por ne është rëndësishme të jesh prezent aty. Ta respektosh të gjë. Dhe kemi shkuar vërtet si qytetar, kemi qëndruar atje me orë të tëra dhe në asnjë mënyrë nuk kemi tentuar apo ta kapim apo sepse ne kemi kuptuar të gjë. Kushdo që të tentoj ta kapi apo t'i veshi një leadership protestës, aty mund të marrë fund protesta. E qartë. Se i pritet koka. Protesta ka një tjetër pikë përpara parlamentit. Po. Unë do doja ndjesin tuaj kur të gjithë deputetët socialist e demokrat përvidheshin cepave e skutave për të dalë dhe ju kalonit përpara turmës pa ju cënuar asgjë. Çfarë ndjenit në ato momente? Me të drejtën një buzëqeshur kam qenë gjithë kohës. Madje qeshja edhe në parlament ku dëgjoja kolegët që e cilësonin si një akt terrorist goditjen e vezës. Edhe unë që u thosha, po dalem me qemi të pika si subi, u thota groni. E dini u thosha, e kam thënë parlament që mbretja anglis është shëlluar me vezë, Macroni është shëlluar me vezë, politikan pa fund në perëndim. Kam buzëqeshur, e kanë kuptuar që është një simbolik politike, është akt civil, merreni mushtruar. Tani më fal, ju nuk e kuptoni revoltën atyre njerëzve që kanë 35 vjet që shtypen, dhe ju shqetësuat se u prish kostumi nga një kokërves. Domethënë ata nuk kanë as pak reflektim se po ndodh ajo, edhe ankohen për vezë. Dhe edhe e kam parë me të stend. Përveç mbështetjes që keni marrë nga protesta, çfarë mendoni ju se ka prodhuar ajo? Ndërgjegje qytetare. Ne kemi parë shumë anketa. Për shembull, afërsisht 90% e shqiptarëve janë pro protestës. E kjo është gjë e madhe shumë. Të majtë të Për herë të parë. Po. Pra e kuptojnë kauzën e protestës. Protesta kanë nxitur diskutimin mes njerëzve, pra atë ndërgjegjen. Sidomos atyre që janë të majtë, që votojnë majtas për qeverinë në mënyrë të verbër. Që fillojnë edhe lindin dyshimin dhe thonë, ore, a do ndryshojmë ne apo jo? Se s'mund të jemi në një qasjen të mbajmë liderin më të mirë mes këqinjve. Sepse ju e kuptoni që Rama tani thotë që të gjithë janë të korruptuar, unë më pak e korruptuar do të vazhdoj unë. Është e keqja më e vogël. Se po i ka unë vjen Saliu thotë. Pra jeton me këtë narrativ. Edhe njerëzit po bëjnë pikërisht po mendojnë për diçka ndryshe. Dhe kjo është jashtëzakonshme. Sepse nëse ne nuk rrisim ndërgjegjen qytetare dhe politike të njerëzit, nuk mund të kemi nëse qeverisje të mirë. Edhe një gjë tjetër që ka fituar protesta, mendoj unë që është jashtëzakonshme, që përveç se po ndërton Shqipërinë në dekadave të ardhshme, po hiqe këtë pjesën optimiste, është tjetra që kushdo kryeminist të jetë nesër, do matet mirë për çfarë lloj vendimarrje që të marrë, sepse e di që do mbushët bulevardin nesër. Pse ai protestë e bravo Afrikën. Shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe më beson mua që për një politikan nuk ka të merr më të madh se sa turma përballë zyrës vet. Shumë kam parë te parlamenti. Unë shikoja vërtet që ishin të shqetësuar ata deputetë që duhet ishin të shqetësuar. Ishin të shqetësuar kur shikonin turmën aty dhe është për të shqetësuar, kuptimin që kur të mblidhen njerëzit edhe. Prandaj duhet matesh mirë me vendimin dhe me pasojat pasaj më pas. Kështu që kjo është fitore e madhe e protestës. Kthehem sërish tek ju. Tani që zbuloni se sa keq është të ulesh në ulsen e parlamentit, ndryshe nga rehatia që mund të kishit në çdo sektor tjetër ku do kishit zgjedhur që të punonit, të angazhoheshit.
a jeni gati për një mandat të radhës, apo më mirë të promovoni disa figura të tjera dhe të jeni në background? Nuk e shikoj kuptimin me një lloj afati. Për shembull, ky 4 vjeçar do të mendoj, sigurisht besoj që do kërkoj të rizgjidhe. Dhe do jemi në kushtet si forcë politike që besoj do kemi shumë deputet të rinj. Dhe mendoj që dhe uroj që të arrija të fas që të shikoj shumë të rinj të tjerë, them që unë kam qenë nga fillimi këtu. Edhe jeni dhe ju këtu shtuar mes nesh. Jam i bindur që Partia Mundësia në zgjedhjet e tjera kurdo që qofshin, do ketë një numër të shumëfisht deputetësh. Apo përgatiteni për lokalet? Patjetër që po. Ne jemi gjithmonë në punë, në kuptimin që mbajmë kontaktet, po lëvizim dhe i presim zgjedhjet me kënaqësi. Në fakt, ndoshta jemi forca vetëm politike që e shijojmë fushatën shumë. Kur dy të mëdhenj të zihen për numrin e bashkive që do ketë reforma e re, nëse më mirë fare me këtë gjë. Juve nuk ju intereson sa do të jetë numri? Sepse kjo është një qasje komplet nihiliste, njerëzve nuk më mendoni se hyn në xhep njerëzve sa dhe numri i bashkive. Jo, u preken shumë shërbime, ndoshta disa fshatrave të thella për të flasin. Jo, kjo reformë reformë nuk intereson ajo pjesë. Ta shpjegoj me 30 sekonda. Kjo reformë është vazhdimsi 30 minuta në 20 30 sekonda mjaftojnë. Kjo është vazhdimsi e reformës së 2015-s. Pra, Rama i zvogloi bashkit që ta ketë më thjesht politikisht i fitoj ato dhe bëri hartën siç deshi vet, sepse di që përmes pushtetit lokal, se ishte Bashkinë e Tiranës dikur, mund të fitoj vota më shumë. Dhe kjo ndodhi. Qose dikur kishte 360 komuna dhe 60 bashki me 20.000 të punësuar, sot kemi 61 bashki me 40.000 të punësuar. Pra dyfishoi nga kjo. Ndryshoi gjë në shërbimet bashkiake? Jo, sepse nuk u ndryshua as buxheti, as ligji për këtë gjë. Kështu që më rëndësishëm sa harta, diskutimi do të ishte çfarë kompetencash reale do të kenë bashkit dhe çfarë parash mundësisht do kenë. Ka marrë zjarr fikset në dispozicion. Pika, e parë të vjetra fare dhe nuk e di kush. Dhe bashkit në Shqipëri kanë 3-5 herë më pak para se bashkit në Bashkimin Evropian. Dhe kjo do të ishte diskutimi, jo harta. Po doja do me 100 bashki se mendon se fiton diçka më tepër. Deri në 110. Okej, po s'ka rëndësi. Po se ja thot, hajde ulim edhe sa ta kemi më të lehtë, vrasim mundin më pak thotë Edi Rama. Mos lodhemi shumë tani, sa të merrem me ishkrim bashkit bashkë, sa të gjet 3 kryetarë gjë njërin edhe bie rehat. Pra, është ajo, kjo është mentaliteti i autokratit që sa vjen edhe e konsolidon ose centralizon më shumë pushtetin. Nuk do të lodhet Edi Rama, më do thjesht ta thjeshtëzoj rreth më pak emra më shumë. Tani që jeni politik aktive. Po. Cili është ridëlli, labirinti më i përdorur nga politika për të mbajtur vëmendjen e qytetarëve larg problemeve? Sikurse përmendët pjesën e reformës disi, por po, marrja me veten. Ping-pongu. Pra, në parlament mund të ketë një agjendë të rëndësishme ligjesh, po çikosh ti shmanget vëmendja direkt sepse merren me njëri tjetrin. Edhe me procedurën, domethënë edhe është e qëllimshme kjo. Është e qëllimshme kjo. Dele thua tjetër ti përfshiri krimet organizuar, ti që luan kazino, ti që ke vrarë Shqipërinë, dhe sigurisht që kjo do marrë edhe vëmendjen e medias, do mandi edhe i mban të dyja polet që aktuale PD-s PS-s me në kadar me njëri tjetër. Dhe po çikosh të kanë bërë të 35 vite. Pra nuk është debat politik ideor, është debat me njëri tjetrin. Ne edhe janë të njëjtët personazhe. Ne kemi një elit politike që nga 90-ta nuk ka asnjë vend tjetër, se dhe Rama dhe Berisha nga 90-ta të dy. Nuk e gjen diku në lindje këtë gjë. Nuk e gjen dot. Pas kemi qenë një vend i çuditshëm që një në 40 vjet ndrojmë liderat, e kupton? Nuk edhe protesta po i shqetëson shumë. Dhe kjo është ajo që më ka bërë përshtypje në parlament. Sepse e vija re domethënë që kur hapesh diskutimi për një gjë, për një temë të rëndësishme, edhe prisja që të ndryhej për në një ide aty, mua aty prishej. Dhe ishte i qëllimshme, pra për të mos folur për atë problematikë, se të dyja kanë probleme, merren me një gjë tjetër dhe kaq. Faleminderit Ralka për që ishit sot këtu. Mua më vjen mirë që shoh ende të njëjtin djalosh student që punonte për të bërë jetesën në Tiranë, edhe sot e kësaj dite që jetesën mund ta kishte
më të mirë, jo shumë herë më të mirë se sa pjesa dërmuese. Faleminderit që jeni ende njëri. Vlerësoj shumë dhe ftesën edhe suksese. Faleminderit shumë. Për protestën do të flasim pas pak. Kemi marrë 2 element me zërave të evidentueshëm mes të rinjve për bërës të saj. Na ndiqni.